E ftuar në një studio televizive ka qenë Valbona Mhilli, ish banorja e Big Brother VIP, e cila përfundoi rrugtimin e saj të martën pas një nominimi shumë të fortë kokë më kokë me Laert Vasilin. Në fillim të intervistës, Valbona u shpreh se ka qenë mjaft e ngarkuar dhe që pas daljes së saj nuk ka arritur që të pushojë. Gazetari e pyeti nëse kjo ishte një ngarkesë të gjithë asaj që ndodhi apo fakti që po dilte dhe po linte pas të tjerë që meritonin të dilnin pas saj. Nuk e kam menduar pjesën e atyre banorëve, sepse të them të drejtën, disa prej tyre nuk i shikoja si konkurrent përballë vetes sime. Ishin 3 ditët më të vështira që kam kaluar në Big Brother. E kishte menduar Valbona që do të vinte një moment dhe ata do të ndaheshin si një banor i vetëm dhe secili të bënte lojën e tij. Ne donim të ndaheshim sepse unë nuk kisha nevojë që të kisha një mbështetje, një lojtar. Unë nuk kam pasur asnjëherë nevojë që të kisha një aleat apo dikë që më mbronte, sepse vetëm me zërin brillant mund t'ia dilja që të mbrohesha. Nuk e di se ç'fati gjesti që na bëri 2-1 dhe ja ku jemi sot. Mirë them që ka bërë sepse i dha mundësinë Laertit dhe mua që të merrnim një vendim shumë të rëndësishëm. A është ende e mërzitur me Laertin ajo dhe si u ndjen në atë moment kur mori vesh se çfarë kishte vendosur banori? Pa diskutim që po, nuk ka asgjë që e ndryshon. Vendimi i tij shkatroi çdo gjë, mora një goditje shumë të madhe dhe u ndjeva e tradhtuar. Ajo shtoi gjithashtu. Atë që e ka ai, dhe unë nuk mund t'ja hedh dot poshtë. Është shumë karizmatik dhe anët e tij pozitive nuk mund t'ja hedh unë poshtë. Këtë anën që u tregua besprer, nuk e kisha menduar ndonjëherë që mund ta bënte tek unë. Ai zgjodhi që vajzën që dashuronte dhe donte në atë shtëpi ta largonte, sepse nuk donte ta njihte më. Nëse klikoni mbi butonin subscribe, do t'ju shfaqen të gjitha publikimet tona. Ju ftoj t'i bëni subscribe kanalit, të pëlqeni videot dhe të lini komentin tuaj.